Miq të pasmës natës, unë kam kënaqësinë që këtë javë ta nisim me tinguj muzikor. Kam një kompozitor i cili ka prekur thuajse të gjitha gjinit e muzikës, që nga kënga, muzikë dhome, simfonike, por edhe muzikë teatri e filmi. Meqenëse jemi tek filmi, kompozitori Endri Sina ka patur, le të themi, edhe fatin base të bashkëpunoj edhe me një yll që kemi humbur fundjavën e shkuar, Margarita Xhepen, tek filmi Bolero në Vilën e Pleqjve, me regjin Spartak Pecanit. Ndaj, mirë se erdhe këtë pasmës natë. Mirë gjitha, Leondina. Faleminderit për ftesën. I kemi të freskëta, le të themi, se yjet tilla në fakt nuk shuhen ndonjëherë, them unë. Ato shkëlqejnë në yllin e madh të mozaikut të artit. Besoj se dhe ju jeni prekur ende për humbjen e Margarita Xhepës. Sigurisht, vërtet është shumë prekse, duke menduar që këto janë figura që me to jemi rritur. Dhe që në fëmijërinë tonë kemi parë filmat që kanë qenë me këta aktor dhe Margarita sigurisht është tamam margaritari i gjithë këtyre aktorëve dhe gjithë këtyre filmave të mrekullueshme të cilët ne kanë bashkë kaluar gjithë jetës tonë. Edhe për mua ishte fat që para disa vjetësh bëm këtë film që mos gaboj për Margaritën, është filmi i parafundit. Po, i fundit ka qenë Yjet e së ardhmes me Edi Topin, ka qenë një tip komedie, po përsëri ka në fokus, le të themi, Brezin e tretë. Brezin e tretë, po. Si kujton atë moment? Di që ju keni interpretuar në piano, ne dim shumë mirë Robert Ndrenika, Bolero e Ravelit, apo jo? Po. Pa përshkruaj pak edhe atë moment që ke pasur të bësh me këto yje, qoftë me Margaritën, por edhe me le themi edhe me Robert Ndrenika. Me të dy, sigurisht, ka qenë takimi i parë i kastit, mos gaboj tek shtëpia që ishte përzgjedhur për realizimin e filmit. Një moment shumë i dashur kur u paraqitën dhe të dy këta yjet e mëdhenj, dhe që vërtet për ne ishte shumë dashamirë se të takoheshim me ta. Por sidomos me Robertin pata fatin që edhe tisha në momentin e filmimeve. Me Margaritën thjesht isha i jashtë skenave të realizimit të pjesëve të saj, po me Robertin më qelloi pjesa që duhet të loste në piano dhe bëshe fjalë edhe për Boleron e Ravelit, sepse edhe ashtu mbante titullin filmi. Në një farë mënyrë duhet të tregonim dhe duart e Robertit që losin këtë pjesë. Një regjizori Spartaku mendonte mos ja tregonte fare, mos ja kapte duart në fokus, por gjetëm një mënyrë më mirë të ndryshe të realizimit të saj. Qëndrova mbrapa Robertit, kur ishe vendosur te pianoja, dhe nxora duart, dhe duartet aty që po lot Roberti janë duart e mia. Keni interpretuar ju. Një truk i bukur, kinemaja. Po, ai kapi në një mënyrë tillë që nga duart sa kalonte te portreti i Robertit dhe largoi kamera. E ndikim pak atë momentin ku realisht duart e Endri Sinës kanë interpretuar Boleron e Ravelit, që ne kemi marrë sikur e ka bërë Ndrenika, dhe rikthehemi për ta biseduar sërish me kompozitorin.
por në të moment duar losin pikrisha atë melodi. Ajo shkatësia e duarve të Ndrenikës është shkatësia e duarve të Endrisinës. Këtë gjetëm një zgjidhje që për ta bërë të gjë, sepse Roberti nuk mundesh të të bënte aq tjetër. Por do detyrua që më dha dhe unazën e vet, sepse gjatë gjithë kohës ai mban unazën e martesës që ka të vetën. Edhe kur më dha, më tha, e shere parë që jesh nga gishti këtë unazë. Sa prekse dhe për ju, sigurisht, edhe vërtet emocionova vërtet për një gjestë të tillë që ishte u detyruar ta bëj për të punës. Sepse normalisht do të dilin me unazën e tij, sepse gjithkohës e mban në film. Këtë ka Kina Maja, ka trugët e saj, ku spektatori nuk i kupton. Se kupton atë gjë. Dhe në fakt është bukur kur bashkëpunon me yje të tilla, apo ja? Sigurisht. Nuk e di nga ata gjë e parë merr thjeshtësinë dhe të kuptuarit që pothuajse të gjithë ata që kanë qenë në këtë stad, në këtë rang, qoftë aktor, kompozitor, gjë e parë ka qenë shumë modest. Ti sigur ke njerëz, ata ke njerëz të shtëpisë, i ke njerëz që i ke njohur gjithkohës. Asnjëri prej tyre nuk ka përgjithësi asnjë shenjë mendimallësie. Dhe ndoshta kjo është vlera e parë e një artisti shumë të madh. Edhe në këtë rast dy qoftë me Margaritin, qoftë me Robertin, pothuajse sikur ishin prindët e mia, se sikur ishin njerëz tan të afërt. Por qoftë edhe me muzikantë, duke filluar që nga Kujtim Laron që ka pasur mik, gjithë pas nuk është më, apo Cezadeja, apo qoftë edhe profesorët e mi që jetojnë sot që nga Tomagaqi apo Agzarian, gjë e parë janë njerëz shumë të thjeshtë në plan të parë. Nuk është e lehtë të shkosh te thjeshtësia, sepse mendoj që do një pjekuri, do një kulturë për qenë sa me thjeshtë. Po ndoshta njeriu nuk përpiqet për të qenë modest, ai është vetë karakteri i tyre. Duhet jetë i tillë, ai besoj që ai është e vetëdijshme këtyre njerëzve. Sepse ata nuk punojnë për të shfaqur për të tjerë, ata punojnë për të thënë emocionet e tyre. Kështu që nuk mendoj që ata mendojnë se duhet të jenë thjeshtë. Është në karakterin e çdo njeriu të tillë. E nisëm me këtë lloj forme dhe për një homazh sërish, ne kemi përcjellur faktikisht edhe intervistën e fundit në emisionin ton, por ju ftoj të gjithë të ndjekim një insert për Endrisinën dhe të rikthehemi te tingujt muzikor, se di që muzika është mjaft e rëndësishme dhe është, le të themi, ushqim i rëndësishëm për kompozitorin. Endrisina është kompozitor shqiptar i njohur dhe ka një kontribut të rëndësishëm në muzikën shqiptare, veçanërisht në muzikën për teatr e festivale muzikore. Ai ka kompozuar muzikë për një sër dramash teatrale, duke krijuar një traditë të veçantë në këtë fushë. Puna e tij është vlerësuar për aftësi për përcjellje emocionale dhe duke krijuar atmosferë të veçantë në skenë. Ai nis karrierën e tij kompozicionale me vepra të gjinive të mëdha, duke debutuar poem simfonik në vitin 1990. Pas viteve 90, ai ndryshoi dukshëm në pikpamje stilistike, por gjithmonë mbështetur në informacionin tradicional muzikor. Ai ka krijuar thuajse në të gjitha gjinit e muzikës: këngë, pjesë simfonike, teatrale e muzikë filmash. Kjo është një përmbledhje koncize, se ne do shfletojmë rrugtimin tuaj gjatë me muzikën, pikërisht këtu në intervistë. Si ka ardhur dëshira juaj për muzikë? Kush e ka spikatur këtë talent tuaj që kishit? Fillimisht keni studiuar për fagot, apo jo, sepse e di që shkollë mesme nuk ka kompozicion. Po, le të themi dashuria për muzikën, ose lidhja me muzikën ka filluar që më herët. Që kur isha në fillore, me shokët e mi shkuam në shtëpinë e Pionerit, dhe aty ka filluar mandolina. Dhe instrumenti im i parë ka qenë mandolina. Me të cilën pastaj më vonë vazhdova dhe isha edhe pjesëtar i grupit Lira në Korçë. Në pjesën e orkestrës, ka vazhduar derisa erdha në shkollë të lartë, deri në vitin 85. Kështu që lidhja me muzikën ka qenë me mandolinën. Gjatë shkollës të veçare, edhe ndërkohë dhe pikturonja, por pata një lidhje shumë të mirë me muzikën klasike, se shpesh dëgjoja muzikë gjithkohës, nga me ato radiotë e vogla, emocionohesh e mrekullohesh kur dëgjoja Egmontin e Beethovenit, sa e kam dëgjuar një variant me Karajanin dhe atëherë ajo ka qenë një thithje totale det muzikës, në kuptimin që më duket se sikur të bëja edhe unë diçka vetë. Shumë rëndësishme. Sa vjeç ishit?
Po klasë të 6. Klasë të 6. Beethoveni të bëri si magnet, le të themi, të flithi. Tete ime kishte një majtofon dhe kishte kasetë këtë gjë. Dhe ajo nuk e di pse pata një lloj kështu sa i dëgjoja vazhdimisht arrita pse më vonë gjeta një partiturë dhe kam kopjuar komplet me dorë të gjithën. Sa interesante. E gjeta diku në bibliotekë që se mbaja dot dhe e kam akoma atë me fletore të vogël që e kopjova. Kjo ka qenë lidhja ime e parë me muzikën dhe që atëherë fillova të kompozoja gjëra të vogla me mandolinë etj. Kur erdhi puna te shkolla e muzikës, u futa pa i thënë fare prindërve. Vetëm në darkë lemërova që i thash prindërve që jam regjistruar në shkollë të muzikës. Në pak fjalë pas ke zbuluar vetë dëshirën dhe talentin drejt muzikës. E kam pasur një. Ishte thirrja Beethovenit, le të themi? Një dëshirë shumë e madhe sidomos për muzikë klasike. Nuk e di pse e pata atë dhe vazhdimisht dëgjoja muzikë. Futa në shkollë të mesme, zgjodha fagotin sepse ajo vegël mbeti për momentin. E mbata fagotin, studioja normalisht mesatarisht, jo shumë, sepse gjithmonë mendjen e kisha te kompozicioni. Gjithmonë doje kompozimin. Kompozimin. Dhe pastaj kjo u realizua në shkollë të lartë, sepse këtu në shkollë të lartë ishte edhe dega kompozicionit. Fillova në kompozicion me profesor pedagog Thoma Gaqin, vërtet nga pedagogët e shkëlqyer dhe nga miqtë e mi më të mirë, dhe nga mentorët e mi më të mirë dhe jo vetëm për mua, por për gjithë studentët vet. Ishte fat. Dhe kam përruar në 89, në fund të 89. Është pikërisht ky rrugtim i bukur që e zbulon vetë ëndrat e mëdha që lindin zakonisht dhe fillojnë të zhvillohen pikërisht në Akademinë e Arteve ku merrte drejtimin e duhur, përballesh me tranzicionin 90-s. Është paksa edhe kuturu për një artist ri i cili ndron fort apo jo? Sigurisht. Si ke përjetuar atë moment? Për mua ishte direkt momenti që sa mbarova shkollën. Fati që u emërova direkt në Akademinë e Arteve si pedagog, por ndërkohë në atë moment u mbyllën pothuajse le të themi vepritarit muzikore që ishin që realizoheshin në periudhën përpara, le të themi dekadet e majit. Në dekadet e majit për mua ka qenë një ngjarje shumë e madhe për muzikën shqiptare. Pavarësisht se si bëshin dhe pavarësisht se shtetit interesonte një farë mënyrë për një lloj propagande. Kishte dogmen e kohës. Kemi patur artistë të cilët nuk i kanë lejuar as tipin në skenë, se kishin notat kishin dhe kufizimet e tyre në kuptimin e stilit apo tjera. Por aspekti estetik. Por edhe profesional qëndronte. Ashtu është vërtet, domethënë dhe mënyra e masivizimit të artit, duke filluar që nga amatorët dhe profesionistët që vërtet për mua një ngjarje e madhe në këto. Dhe pikërisht në vitet 90 kjo pritet. Në vitet 90 sepse tash shteti nuk e ka më për detyrë të bëj artin. Në këtë rast që ne dalim një ekonomi tregu që thotë shteti dhe arti të mbaj veten e vet. Kjo është logjike. Pra në një farë mënyrë është vetë sistemi që ndërprevi këtë gjë. Në një farë mënyrë. Duke kaluar në një ekonomi tregu ne tashmë nuk kemi më politika shtetërore të artit. Dhe përgjithsisht janë politika aty këtu, politika deri diku që mund të mbajnë diçka, por jo politika që të presupozojnë vazhdimisht festivale të gjithkohshme, që të gjithkohës të japin mundësi qoftë për artistë të rinj, qoftë për artistët në karrierë që të kenë të vazhdueshëm një prodhim të çdo viti. Dhe këto politika ka munguar gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve. Kur je, le të themi, si thua në një det të hapur. Kur përpara kishe mundësinë, i kishe orkestrat, kishe pagesat e tëra për të bërë këtë vepër, për çdo lloj, duke filluar nga orkestra opera, se radio, se orkestrat e rretheve, Si e mblodhe vetëm për mos të tërhequr nga ajo çfarë doje më fort të krijoje? Ose cili ishte shtegu i parë? Filluan disa festivale të vegjël privat, le të themi, nga shoqatat, të cilat mundsonin muzikën e dhomës, sepse deri aty mund të mbani buxhetin e tyre. Pra muzikë e dhomës do thotë muzikë me pak instrumenta, me 2, me 3, me 4 kaq. Jo me orkestra të mëdha, nuk e mban dot atë. Kështu që me këto filluam në një farë mënyrë të plotësojmë krijimet tona. Ajo që ishte e mirë për ne ishte sepse në këtë rast u hoqën kufizimet e shprehjes artistike. Pra nëse deri më parë kishim një kufizim, ne mbajshim deri në disa autorë që kishin lidhje me realizmin e tjera dhe pikërisht ata që u ndaluan atë periudhë tashmë u liruan. Kështu që për ne që një fushë e hapur, edhe një fushë le të themi që na hapi shumë mundësira për të thënë teknika dhe tingëllime. Për të shprehur ndryshe, në aspektin e harmonisë, mos të kishte më atë kufizimin e kohës, por ajo çfarë më bën përshtypje në krijimtarinë tuaj është se nuk e keni humbur kurrë rrënjët me tabanin.
Madje dhe babai i muzikës shqiptare, Cezadej, frymëzimi më të madh merret te motivet shqiptare. Po. E kemi të pasur apo jo? Ashtu është. Është frymëzim dhe për ju? Po. Kjo ka qenë një nga këshillat e para të pedagogut tim. Kudo që të shkosh përsëri mbau të rënjë, sepse ajo është një lloj ishulli shpëtimi për ty, profesori. Sa do të bësh muzikë internacionale, e ka bërë bota. Ndërkohë, për të treguar edhe rënjët e tua, po dhe një farë mënyrë, një individualitet, një gjë që është më veçantë se tjera, ka po këtu. Dhe kjo vërtet është një këshill që për mua vlente dhe unë ja transmetoj edhe në nxënësve. Është muzikë duke kapur tek rënjët e tua, tek muzika e popullit tënd, do jesh dhe origjinal në një farë mënyrë. Krijon një gjë unike. Sigurisht. Që nuk është e ngjashme me të tjerat. Se vërtet 7 nota muzikore janë. Sigurisht edhe kështu nuk veprojnë vetëm ne, kështu veprojnë gjithë botën. Gjithë vendet duhet t'i mshojnë, le të themi, kulturës, traditës dhe të frymëzohen, të kenë muzë ato. Dhe kjo është gjë më e bukur në art, që ka gjithmonë forma dhe ka karaktere të ndryshme, ka shprehje të ndryshme muzikore, që varet edhe nga stilet e vetë muzikës të atyre popujve. Si e kujton kompozimin e parë dhe me kë e ke ndarë? Sepse është shumë e rëndësishme kur e krijon, mënyrën si e krijon edhe kujt ja beson për ta dëgjuar. Krimet e para, ja thash, ishin këto me mandolinë që kam bërë që kur isha në fillore, klasë 6, më bënd atëre fillova me shumë pasion të bëj operën Hamleti. Hamleti? Sigurisht kisha librin që përkthimi Nolit. Nolit, fantastik. Filloi dashuria ime e parë për të bërë diçka dhe ka filluar me skenat e para se të arrijë Hamletin në Kështjell e tjera dhe i kam akoma janë 20 faqe muzikë, sigurisht vetëm vi melodika ai sa mund të bëj në atë kohë. Pra dhe këto ka qenë pasioni i parë dhe i kam pas me shumë dëshirë atëherë. Në fakt, ende se ke bërë operan, mos do i rikthehesh Hamletit të klasës së 6 për ta përmbushur këtë puzzle-in e gjerë të krijimtarisë tënde? Do kisha shumë dëshirë, po është e vështirë në këto momente. Është e vështirë. Do një gamë të gjerë, do një kohë të veçantë, do një punë shumë të madhe dhe një ambient që duhet të jetë për atë punë, është një punë shumë e madhe për ndoshta për një feedback të vogël. Kujt ja tregove Hamletin, opera? Po thosë se kam treguar asnjë. Askujt. Edhe sonte po rrëfen besoj për sfare. Në këtë rast. Më vjen mirë që shpesh personazhet në pas mesnat rrëfen ato copëzat intime të zemrës tyre. Se vërtet më kujtove këtë fëmijërinë time. Pastaj ndoshta pak momente më vonë kam bërë dhe një melodi që pastaj më vonë e përdora. Me mandolinë që e përdora të kënga Dy kupat. I bje pas 30-20 vjetës e ka dalë në skena ja. Ja, pra që mbase Hamleti do shoh dritën ndonjëherë, nuk i di. E ka kënduar Irma Libova. Irma Libova. Në një këto festivalet e muzikës, me muzikë popullore që u bën atëherë. Edhe ajo ka qenë nga krijimet e para me, le të themi, mandolinë që ajo doli më mbrapa pastaj si. Nuk i dihet atëherë opera, s'po e lëm kështu. Më mirë. Shpresoj. Ju keni kompozuar dhe orkestruar edhe muzikë të lehtë në festivale. Por është një gjë shumë augur i mirë ke qenë për këngëtarët. Fillimisht fitonin çmim të tretë me Endrisinën. Më pas fitonin çmim të parë këngëtarët, është kështu? Ka ndodhur në disa raste, po ka ndodhur. Për shembull? Po Elajda Dani. Po, fitoi çmim të tretë me ju? Jo, ishte çmimi i melodisë më të mirë me atë. Melodia më mirë. Dhe pastaj vitin tjetër shkoi për Eurovision. Juliana Pasha me mua Qielli i hapur. Mos gaboj vitin tjetër pse shkova në Eurovision me Ardit Jebrean. Ka pas lidhje edhe kam shijuar muzikën e lehtë. E ke shijuar? Po. Po çmimet e treta. Gjithmonë treti merri Endri? Ke marrë dhe një të parë si orkestrim Elsa Lilën, Pyslok. Po, ai ka qenë dhe orkestrimi, faktikisht ka qenë dhe lidhja ime e parë me muzikën e lehtë. Flisja gjuhët e gjithë botës e të mos ndjeja dashuri, do isha si një buri heshtur, kanë haruar në vetmi, të gjithë pasurinë e ndaja, mos që ja varfëri, të digjej trupin do ta falja, e leton Të
muzika e bukur që dha çmimin e parë, po jo si kompozitor, si orkestrues, pyes Lotin. Si ke përjetuar atë moment? Edhe sot kur e dëgjon është një muzikë vërtet e bukur. Po, sigurisht. Ishte edhe orkestrimi im i parë. Ishte pjesëmarrja ime e parë në muzikën e lehtë dhe në festival. Ishte një material vërtet i bukur i Valentin Vaizit dhe shkoi shumë bukur. Ishte edhe një bashkëpunim edhe me Ilirian Mjalin si orkestrues. Edhe Elsa ma të ndrojën e saj pyes Lotën i ka dhënë realisht dhe vërtet në atë kohë ajo kanë qenë vërtet një surprizë e madhe për qoftë nga Elsa, qoftë nga zëri i saj, qoftë nga gjithë interpretimi i saj. Gjithë kënga ishte një surprizë, të themi të vërtetën, edhe ashtu ishte. Kështu që emocionet ishin të mëdha. Se është bukur. Sinqerisht nuk e prisim. Hera parë si orkestrues, fitues i parë, pjesëmarrje parë në festival, janë shumë gjëra të para të lidhura në këtë këngë apo jo? Në vërtet nuk e prisim domethënë të kishte një sukses të tillë, sinqerisht. Vërtet doli bukur, e pëlqen dhe shijonte, por suksesi që e kështu i papritur. I merituar sigurisht në atë rast. E vërtet është. Kënga është gjini e shkurtër, 3 minuta duhet thësh shumë. Në të vërtet është e vështirë për ta koncizuar, edhe si muzikë. Si ke bashkëpunuar, përveç se mund të marrësh tekste të mira, ke pasur edhe tekstet të Ismail Kadares, por teksti ose poeti me kompozitorin bashkëpunojnë në krijimin e një muzike, se shitjen na bën këngëtari pastaj. Po, sigurisht që bashkëpunojnë. Do thonë rasti momenti do të thotë kush fillon i parë, fillon muzika apo teksti, mund të jenë të dyja. Për më të qelloj që edhe të ke bërë melodinë dhe tekstin e ke bërë mbrapa. Për shembull, një nga këngët e mia që e kam për zemër është Dorëzohem, që kam punuar me Rovena Dilën, që e ka shkruar vetë. Po muzikën ja bëra unë në fillim. Pra teksti u vë mbrapa, pra në këtë rast. Pra ke bërë fillimisht muzikën. Po ka raste tjera që ke pasur tekstin dhe ke bërë muzikën. Në shumë raste. Kështu që janë kombinohen të dyja. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme në krijimtarinë tuaj është muzika e teatrit. Ke bërë shumë muzikë teatri, filme nisëm dhe tham që ke bërë, por e don shumë teatrin, shkruhet muzika në teatr, s'është më bukur, shef mizanskenat, provat në tavolinë të aktorëve së fundmi janë 12 burra, një dramë, e vërtet, që po vihet nga Zoti mi nga në skenën e teatrit kombëtar, po bashkëpunon për të, si lind muzika e teatrit? Teatri është një magji, sepse ai është tamam direkt në skenë. Filmi është shumë i bukur, sepse mund ta shohësh kudo, në kinema, në shtëpi, kudo. Teatri duhet të jesh direkt. Dhe kjo magji direkte është vërtet është shumë sensible dhe shumë e ndjeshme për spektatorin. Edhe këtë rast, edhe për një krijues, edhe për kompozitorin, lidhet direkt me këtë gjë. Shpesh më pëlqen ose takimi i parë me një dramë, okay, është leximi. Ma jep regjizori që ta lexoj skenarin, por takimi i parë dhe ai që të impresionon dhe të jep spundon për të bërë diçka është prova e parë e tavolinës, kur aktorët të gjithë arrin bëjnë një lexim nga fillimi në fund. Është shumë interesante, edhe unë kam shijuar gjithmonë provën e tavolinës kur bëhet dikur në teatrin. E kam futur atë personazhin në vend e tyre, po akoma s'kam filluar me skenat. Por kjo provë e parë të ndihmon shumë për të kapur temporitmin, për të kapur atë motiv, se çfarë mund të jetë gjë bazike muzikore e kësaj drame ose kësaj vepre ose komedie çfarë mund të jetë. Te 12 burrat ka të bëjë me investigimin e një jurie për një çështje vrasje. Dhe duhet të binë të gjithë anëtarët. Dhe 12 anëtarët duhet të bien në unanimitet që të vendosen në shfaqtor apo jo. Edhe këtu është gjithë ajo fabula e intrigës që ndodh. Si ke ndërtuar këtë muzikë? Çfarë ke përfshirë, çfarë tingulli? Ajo që kam përfituar është thjesht këta janë detektiv. Se fatikisht të gjithë numërojnë faktet, zbulojnë gjërat që mund të jenë kështu apo jo. Dëshmitarët janë vërtet të vërtet apo mund të kenë pasur probleme në të. Kështu që në vetvete është një investigim, kështu që edhe muzika të paktën bazike kryesore është trajtuar sikur të jetë një muzikë për një film ose për një moment investigimi. Një moment që ka një lloj kështu le të themi ndrojtje, një lloj kreshërie, një lloj misteri, një lloj. Kjo është ideja që ti jep. Ti luajtur me misterin. Sigurisht, sepse e tillë trajtohet edhe gjithë. Sa e rëndësishme është të ngjeshim tekstit ose pjesës teatrale, atë nga është. Kur është shqiptare, absolutisht muzika duhet të ketë timbrin ton, nëse është një vendi tjetër, luhet me elemente që është tillë. Drama shumë Ivanov. Po.
Edhe Ivanovi ka qenë shumë e bukur. Içerovit. Sigurisht aty unë jam tentuar të lidhem me internacione ruse, sepse edhe drama u luajt në mënyrë realiste. Ta jep idenë që është po në Rusi, kështu që s'ka pse të jetë me një lloj muzike tjetër. Kështu që në vetvete aty mund të gjesh intonacione ose intuite dhe të Çajkovskit. Në vetvete. Apo të muzikës surbe. Pavarësisht se ajo është muzike krijuar në këtë rast. Keni krijuar shumë teatro, nuk numërohen. Kam mbi 40 teatro. Mbi 40 teatro, me regjisorë të ndryshëm. Të ndryshëm. Me Dino Mustafiç, Tekos, si e mban mend atë bashkëpunim dhe vërtet një shfaqje e bukur, e cila zgjoi shumë kërshëri të spektatorit kryeqytetas dhe jo vetëm. Një regjisor i jashtëzakonshëm, po dhe shumë i qartë. Se çfarë do? Çfarë do. Dhe nga ata regjisorët e rrallë që të vjen dhe të thotë që unë dua muzikë, e dua me violoncel. Ta përcakton edhe instrumentin ku duhet të mbahesh. Tipin e muzikës e dua kështu, e dua këtu, pra ai është shumë i qartë dhe njohës shumë deri në rënë i veprës që do të vendos. Sigurisht me një fantazi shumë të zhvilluar për ta çuar në të tjera modele të regjisë, apo në të tjera modele të vendosjes së ngjarjeve në skenë. Dhe vërtet ka qenë një eksperiencë shumë. Me Dino kam edhe më pas bërë edhe një film, atë film dokumentar që më bëri ai për ngjarjet në Bosnjë-Hercegovinë. Edhe një film shumë i bukur, një dokumentar i jashtëzakonshëm. Dhe është vërtet një nga ata që ke dëshirë të punosh. Edhe prapa e thjeshtësia e tyre. Por regjisorët tanë t'japin liri apo janë edhe ato të qartë çfarë duan? T'japin liri. Shumë prej tyre janë edhe të qartë dhe kanë vërtet konsekuencë në atë që kërkojnë të bëjnë, edhe në atë tip stili që duan të bëjnë. Këm veçon në shfaqjet që ke vënë me regjisorët shqiptar? Po kam plot. Rojët e Taxhit, një nga veprat që më shumë interesante është si vepër. Me Altin Bashën, me një skenar fantastik, me një lojë të Gazit, Gazi Gjokos dhe të Lulzim Zeqës për kryer. Ivanovi. Me Ervin Çulin. Para perëndimit me Indrit Çobanin. Për mua është një realizim shumë i bukur. Një Alfred Rebic këtë jashtëzakonshëm. E vërtet është. Në teatrin e Metropolit është vënë. Wojcieku. Wojciech. Përsëri me regjisor të huaj. Po me regjisor japonez. Një realizim për mua shumë i bukur dhe shumë i veçantë. Ka shumë. Plot të tjera. Me Driat të Dervishin. Po. Ka plot materiale dhe ka 7 minuta ishte një vepër me... Po, që ishte me rrëfime... E kunda ishte me femra, kjo është komplet me bura... Ishte rrëfimi i dramës së grave në letemi. Shumë ndjellëse në kuptimin e aksionit, të ideve edhe të... Çfarë të frymëson më tepër me kur ulesh për të shkruar mbi piano një muzikë? Që jeta i ka të gjitha elementet për të shprehur në art. Pra mund të qëlloj që je pas një momentit trishtuar, do të dalë muzikë e trishtuar. Do jesh një moment që je happy, do të dalë muzikë e tillë e gëzuar, ose muzikë me optimiste. E në fakt. Të gjitha këto ndikojnë në lindjen e ideje, por askush nuk po ta thotë se si lind kjo ide. Është e çuditshme. Vjen e brendshme. Nuk mund të thuash që mund ta bësh në një moment caktuar ose mund të rishë një muaj dhe nuk arrit ta bësh dot. Në fakt, muzika është që kur lindi, e derisa mbyllim syt, na shoqëron si tingull. Dhe i ka të gjitha këto nuancat që ju thone, gëzimin, por edhe momentet e hidhuruara kur përcjellim, le të themi, me një muzikë mortum. Për në banesën e fundit, secilin prej nesh, se ne toksor jemi gjithë. Ashtu është. Gjithë jemi drejt asaj rruge. Në fakt, kuptoj që momentet më të bukura që ke jetuar janë, besoj, fillimet kur je pikërisht student, me ëndra të shumta, bashkëpunon me kompozitor të njohur. Si e kujton atë kohë? Le të themi me kompozitorët që zdaden, me shumë të tjerë afër, edhe je gjithmonë sy e vesh duke dëgjuar edhe për të pjekur dhe për të rritur artistikisht. Dhe sa ki përmbushur nga synimet dhe ëndra që ke patur, që kanë lind herët për kompozicionin? Sigurisht, futja në Akademinë e Arteve, ishte pikërisht ky moment që thoni që ti të përballesh me figurat e artit. Që ne i shikojmë në atë kohë si idhuj. Duke thuaj që nga Çezadeja, Tonin Arapi, Kutim Larev,
Thamagaci, Tishdaia e shumë të tjerë. Dhe kur i takon direkt nga ta, pastaj e shikon që je në një moment shumë të afërt, fillojnë ata të bëhen të afërt mbi tu, ti e ndjen veten që po fillon të pranohesh aty. Pra po fillon që të kesh guximin që të hysh aty në atë rrjedh, në atë lojë. Dhe mbaj mend domethënë edhe në mbyllje me diplomën, sepse ke në komisione, ku shfaqesh në mesazhet apo në diplomën e saj, ti ke të pranishëm aty, ata të diskutojnë për ty dhe ti ndjen që ata të japin vazhdimisht këshilla që tek ty do të veprojnë edhe më mbrapa në krimtarinë tënde. Kështu që ata janë të pranishëm të gjithë, dikush më shumë, dikush më pak, në vetë. Mbaj në vitin 90, dhe më sa kisha mbaruar shkollën, kam pas shumë lidhje me Kujtim Larun. Një miqësi shumë të fortë në atë moment. E një morikone janë, mund të themi, për muzikën e filmit. Edhe qenja me të shpesh edhe në një drek të thjeshtë, apo në një moment kafe, të jep gjëra që ty të ngelen në mendje. Qoftë për profesionin, apo qoftë edhe për artin e përgjithësi. Qoftë edhe për mënyrën se si ta perceptosh një gjë të bukur. Shumë rëndësishme. Duke qenë njeri i hapur, njeri shumë me bon sens, shumë i dashur, shumë... Dhe këto gjitha ndikojnë edhe në formimin, edhe në rrugtim. Sigurisht. A është e vështirë sot për të ruajtur pak nga komercializmi dhe si e shikon muzikën shqiptare sot, se ne të gjithë jemi koshient që është luftë për të ruajtur profesionalizmin? Sigurisht. Sigurisht komercializmi do jetë i pranishëm. Si që shkudo, në çdo. Pa dyshim, në çdo vend. Ne ndjem dhe ishim të papërgatitur në një farë mënyre, sidomos le të themi kur u dynt muzika tallava, ata i quajmë më shumë një lloj goditje të keqe të artit. Sepse ai gjeti tregun dhe gjeti mundësinë për të hapur në mënyrë të tillë dhe gjeti aq më tepër gjeti vlerësime në media, në shumicën e mediave, në transmetimet që japen e tjera. Kështu që arti shqiptar është rrezikuar për vitesh dhe do vazhdoj të rrezikohet në këtë gjë. Megjithatë prap ka shpresë sepse ka prap shumë artistë, shumë kompozitorë, shumë këngëtarë, shumë instrumentistë që vazhdojnë të mbajnë artin e mirë në total. Duke theksuar domethënë që nga sukseset edhe të Shptim Saraçit, të Edison Misos, të Fred Kaçinarit, të Klodian Qafokut dhe shumë të tjerëve që merren në sferën e muzikës lehtë, apo të shumë tjerëve të rinj, Enis Mullaj, ta përpiqen për ta ruajtur. Përpiqen për ta mbajtur në standarde të mira dhe qoftë muzikën e lehtë. Por, e shohim që shumë është dëmtuar muzika shqiptare. Sigurisht. Ka humbur shtatin e vet. Sigurisht, pra e theksoj që tregu nganjëherë vendos në këtë rast edhe drejtimin që merr arti. Dhe ju jep goditje shumë artistëve të profesionistë, jep një familje një goditje. Ju jeni dhe profesor. Keni në degën e kompozicionit. Ne dim se sa është rrudhër, edhe numri studentëve. Sa kompozitor studiojnë në këtë degë? Normalisht për momente ka nga 2-3 kompozitorë për çdo vit. Sigurisht një trend i rënies ka 20 vjet që bëhet. A dyshim, nuk po themi që janë 2-3 vitet e fundit apo 10 vjet. Mungesa e tregut të asaj të muzikës që ne afrojmë është e pakët. Është muzikë e kultivuar. Muzikë e kultivuar dhe ne nuk konkurrojmë dot me muzikën tallava ose muzikën tjetër në një farë mënyrë. Dashur pa dashur nuk kemi atë fuqi. Edhe dashur pa dashur kjo nuk jep atyre mundësinë për të jetuar. Pra një kompozitor që të jetojë me një muzikë të thjeshtë të mirë apo një muzikë serioze etj. Nuk jeton dot. Nuk jeton dot? Ja. Po si duhet ja bësh? Pastaj detyrohet të bëj edhe punëra të tjera. Do bëj kompromise? Do bëj patjetër kompromise. Pra mos bëj që ai të bëj edhe diçka tjetër këtë edhe të ruaj edhe një moment të dhënë për një muzikë të mirë. Endre keni bërë kompromise në karrierën tuaj si kompozitor? Ose ndjen krijime që për shembull vërtet nuk do doja të kishe emrin? Ka pasur le të themi momente sidomos me orkestracionet. Kam bërë shumë orkestracione, sidomos më përpara, që edhe orkestracione që si kam bërë me shumë dëshirë, sepse edhe materialet s'kan qenë shumë të mira. Po je detyruar materialisht? Po sigurisht. Po je detyruar që të bësh një punë që që të mbjetosh. Pavarësisht se të mundoje të bëje më të mirën në atë lloj. Pa i brumishte. Po ai brumishte dhe sado që nuk ketë. Që një mënyrë është një lloj kompromisi asaj që dëshiron të bësh dhe asaj që del aty.
por është vërtet e vështirë. Domethënë jemi në një periudhë të vështirë për artin e mirë. Dhe jo vetëm muzika, por në përgjithësi të gjithë artet e tjera. E vërtet është. Dhe kjo do desha që të kishim politika më të mira që duke filluar që të vejlit. Dhe kjo kështu mund të arrihet. Pra, në të arrim që ishte shkollat ne të fusim dashurim për artin. Do të thotë të shtojmë orët për artin. Mos t'i paksojnë si që paksuam. E kishim 2 orë muzikën, e bëm 1 orë. Ndërkohë ne do t'i shtojmë të gjëra edhe në gjimnaze e tjera të ketë pjesëmarrje më të madhe të orëve të artit. Si që ka le të themi sistemi amerikan. Nuk ka shkolla artistike aty. Nuk ka shkolla muzike. Por aman, në çdo shkollë të mesme dhe fillore është detyruar ditë për ditë bëj 1 orë arti. Ti më kosh me art, sepse bëhet spektator i mirë edhe po su bë një do të dalim aty pra që më mbrapa ne kemi një spektator të kultivuar. Kemi një spektator shumë të mirë që do muzikën, kemi edhe pasaj artist që kush doj mund të vazhdoj pasaj të kalojë në ciklin e lartë që të kalojë direkt për muzikë. Do kthem prap tek studentët. E rëndësishme është që ato që janë kanë talent dhe dashuri për të bërë këtë që duan. Si shikon? Shumë prej tyre kanë. Kanë talent. Kanë dhe ne vërtet kemi studentë talentuar. Por që mbarojnë ciklin e parë, ata e detyruar të shkojnë jashtë. Shumica e këtyre të mirëve. Nuk shihet edhe për negativisht se mund të marrin edhe një eksperiencë, e rëndësishme është të kthehen pas. Edhe ju keni marrë. Çështja negative është se këtu ne ngelemi pa gjë. Kjo po. Kjo na dhëm. Pra sigurisht, pra ata që janë elemente të mirë dhe fort do gjejnë vetën e tyre diku jashtë dhe këtu në ndërkohë vazhdojmë ngelemi me pak gjë. Do të dëshiroja që ata të ktheshin, të jepeshin mundësinë që të punësohen diku, të jepeshin mundësinë që ata të arrinin të krijonin vepra, të kishin orkestra, të kishin një pagesë që sado të mundonin të rregullonin jetën e tyre. Por në këtë rast kjo gjë bëhet vetëm politika shtetërore. Se privati nuk ta mban dot të gjë. Padyshim, po si kujton faktin edhe vetë ku jeni përballur jashtë me kompozitorë të tjerë. I ke dëgjuar, sepse tashmë dije, pas 90-s u hapen dhe dëgjon dhe gjitha. Po është ndryshe kur përballesh drejt për drejt, ku jemi ne dhe ku janë të tjerë. Po. Kam qelluar shpesh me raste të tilla. Një rast le të themi që është më i freskët dhe në 2016 Kina kishte një program të saj, duhet në programin 16+1, kishte lidhje edhe me artin. Që do të thoshe që mblidhte kompozitor nga 16 vende të Evropës lindore, në mirë dhe Shqipëria, për të realizuar vepra me instrumenta kinez, për me instrumenta tradicional kinez. Ke bërë një gjë të tillë? Kam bërë disa bile. Disa? Shkova disa vjet. E bukur si eksperiencë? Shumë e bukur. Dhe aty pata lidhje edhe me kompozitorë të Evropës lindore. Ku takonje shumë personazhe të njohur për artin e tyre, por edhe me tipe të ndryshme që kërkonin në muzikë. Qoftë të ekstremisht avangard, qoftë të tradicional. Qoftë edhe ata që ruanin gjurmët e një muzike më realiste vetë. Kështu që nuk ndihesh inferior. Është shumë e rëndësishme. Nuk ndihesh inferior dhe punova mirë aty dhe vepra u përzgjodh pastaj për inaugurimin e një konservatori të Angëzhot, që luajt një nga ato vepra. Kam për disa vepra aty. Me orkestër të madhe. Është edhe në YouTube. Po, është. Një vepër e tillë. Dhe është kënaqësi kur përballesh me publik kaq të madh? Sigurisht. Aty ishte një botë tjetër. Ajo që kuptova është aty që për ata arti i tyre kishte shumë rëndësi. I jepnin shumë vlerë. Fakti që kanë thirrë kompozitorë të ndryshëm është për t'i dhënë vlerë muzikës tyre, për të krijuar për to. Sigurisht. Dhe ne kemi të rëndësishme besoj këto lloj krijimesh. Do desha që atë gjithë ta bënim edhe ne. Do doja. Sigurisht. Romancat shqiptare kanë qenë shumë traditë e bukur në Universitetin e Arteve. Po. Në të vërtetë, sa i shijon dhe krijon për ta? Ne kemi shkuar deri te edicioni 12, më mbrapa që pra mbas viteve 90 se ka qenë si edicion. Po pra, ka qenë dhe u ringjall, le të themi edhe një herë. Dhe mbatën dhe vërtet e bënim me shumë dëshirë dhe e bënim me shumë dëshirë për një arsye e parë punës që arritimi i gjenë disa fonde për ata, sepse shkruajnë për pak instrumentistë, pra arrinjet me pak buxhet vogël mund ta bëjë. Kanë qenë bukura shumë. Edhe vetë kompozitorët ishin interesuar sepse janë gjini të vogla, janë gjini le të themi demokratike që ti e kap një publik i thjeshtë
do pa kohë për ta bërë, dhe në vete ke shumë larmi karakteresh, shumë larmi ngjyrash në atë koncert. Dhe kam shkuar shumë bukur. Kemi 2 vjet që s'po e bëjmë dot, duam ta bëjmë përsëri. Shpresoj të rikthehen. Tramantat janë të bukura. Të rikthehemi ta bëjmë atë. Se vërtet dhe kishim një publik të zgjedhur, kishim një dashëmirësi si mos nga këngëtarët që deshin të merrnin pjesë, sepse gjithmonë çdo gjë ishte premierë aty, çdo vepër ishte e re, kishte vështirësitë e saj, por ndërkohë kishte edhe bukurinë e saj, pikërisht nga kjo gjë. Ke patur momente të vështira në krimtari që ke thënë mbase do heq dorën nga kjo? Ja. Asnjëherë. Ja. Mund të kam qenë vështirë sepse ka qenë një moment që se zgjidhja dot nuk po pëlqente, sepse këto nuk na ndahen gjithmonë, gjithkohë. Padyshim, në profesion do i kemi. Kur fillon një gjë, duket sikur s'di fare. Pra kur fillon një vepër, për diçka ti akoma bosh, ke një letër bosh aty. Dhe në atë moment ndjesh kur je bllokuar. Pastaj çan gjëra. Këto janë momentet vështira kur ti je i bllokuar në një moment që s'po të ecën ose ndoshta s'të pëlqen materiali, vërtet nuk ke qelluar material të mirë. Dhe këto janë momente vërtet që ke siklet me veten ose nuk ndihesh mirë me atë gjë. Sa ke arritur nga synimet tuaja? 50%. I rrugës. Do mbyllim opera. Të shpresojmë do desha, do të thënë ato ëndrat e shkollës të lartë ishin për të tjera gjëra, për vepra të mëdha, për këtë që thua. Opera. Sepse dhe në atë kohë atmosfera që për të tilla gjëra. Po nuk i di. Do i rikthehesh siç u riktheva asaj muzikës së mandelinës edhe pas 40 vitesh edhe operas. Ato janë gjëra të vogla. Opera është një gjë e madhe. Tash ti bëra një simfoniet që është një vepër e madhe. Nuk është vepër e vogël. Opera është akoma më madhe sepse ka më shumë angazhime. Edhe simfonia. Edhe është kënaqësi kur interpretohet. Sigurisht. Është vërtet një kënaqësi kur ndihesh në atë momentin që orkestra po luan diçka mirë, po tecën e ndjen që je diku. Si shijon atë premier të koncertit? Se kompozitori është i ulur në karike. Dëgjon ato çfarë ka shkruar në letër me rrjet përmes tingujve. Si e përjeton Endrisina atë moment? S'është përjetimi mirë, asnjëherë. Premiera është gjithmonë ti ka emocion, po. Ndoshta nuk e shpreh, po ti ka emocion për çdo gjë. Njëherë dua të duket e gjatë, se po zgjatet kaq shumë. Gjithmonë premierat janë në përgjithësi për gjithë artistët janë siklet. Kur mbaron dhe ka shumë duar trokiti. Atëherë e kupton pastaj ndoshta që ka shkuar. Atëherë vjen buzëqeshja. Po. Ose kur e shikon për herë të dytë etj, pastaj je i çliruar. Por e parë me publik është ankth në një mënyrë. Sepse mund të shkoj gabim, edhe mund të mos e pëlqejë njerëzit. Kjo është. Është shumë e rëndësishme. Mendoj që çdo artist e ka atë. Është energjia që këmbehet me spektatorin, besoj se për çdo artist është një... Premiera është premierë. Është matësi. Spektatori, duar trokitja, si pritet vepra. Kështu që kjo është ajo që kalon. Ajo është gjithmonë. Ku ndalet Endrisina? Në shkuptim. Në aspektin e muzikës? Apo nuk do ketë asnjëherë ndalim derisa të jetë? Uroj që le themi Zotit më jap gjithmonë këshërinë për të patur, për të dhënë diçka. Kur të mbaroj kjo, atëherë them që stopohesh. Pra po mos patë dëshirën për të dhënë diçka të re. Ti je në 50%, kështu që ke rrugë të gjatë, maratona vazhdon për të krijuar muzikë të mirë. Cili është mesazhi që jep çdo të riut, i cili ëndron vërtet muzikën e mirë? Ose një këshill që mund t'ja jap një kompozitor si ju, që ka prekur gjini të ndryshme të muzikës? Këshilla, arti mirë të bën dhe të zbukuron jetën, në shumë drejtime. Kur them arti mirë, edhe një film i mirë, edhe një teatr i mirë, edhe një libër i mirë, edhe një muzikë e bukur, s'ka rëndësi simfonia, apo është këngë, apo është muzikë filmi, mendoj që ajo si një lloj ushqimi që ty të pasuron. Edhe faktikisht arti ushqim është. Një ushqim i mirë ty të zbukuron mirëqenien e jetës tënde, të zbukuron jetën. Kështu që të dëgjojmë art të mirë, të konsumojnë art të mirë dhe të bëjnë art të mirë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të kemi cilësi e mos kemi fasadë. Arti mirë bëhet duke menduar gjatë, mbi piano për shkruar nota, arti mirë bëhet duke pikturuar në telajo, në kinema, në teatr, kështu që nuk ka këshill më të bukur që jep Endrisina
dhe mbyllim do këtë pas mësnat. Faleminderit që na ndiqni, kjo është pas mësnat dhe filluam bukur këtë javë me nota muzikore. E prap përsëri u ndalëm edhe tek Ylli jon Margarita. Faleminderit shumë që ishte këtë pas mësnat. Faleminderit Leontina, faleminderit shumë. E shijova shumë bisedën. Gjithashtu. Faleminderit.